Në këtë shembull do të tregojmë krijimin e modelit të këndorit. Shtypim ikonën sketch, përcaktojmë rrafshin në të cilën duhet krijuar këtë model. Përcaktojmë linjën e cila do të jetë në kënd, të marrim për masë të kësaj për shembull 100 dhe e përfundojmë. Tani për krijimin e këndorit, do të thonë seksionit të këndorit, klikojmë ikonën variabli seksion sweep, selektojmë vijën në kënd, shkojmë me solid, shtypim butonin opsion. Në butonin opsion duhet klikuar konstant seksion, do të thonë seksion cili do të jetë konstant, dhe klikojmë ikonën create or edit seksion. Do të thotë duhet të krijojmë seksionin e këndorit. E krijojmë një seksion çfarë do mund ta marrim gatshëm për shembull, një peskanç to shto për shembull dhe e mbyll këtë do ne ja është treguar profili i këndorit me seksion tërthor peskanç. Mirëmbëjtje.